Tu kanë shtu belat, tu kanë shtu sprovat, tu kanë shtu smundjet, tu kanë shtu lodhja, tu kanë shtu krejt problemet, tu kanë shtu që ta shti krejt. Dio musliman që kur jenë që gjendje, jenë mes që ty në dyjav, ose është të sprovu Allahu Azugjel, se është ka donë me të ngrit në darajet në shkallë, mirësit e Allahu Subhanahu wa Ta'ala edhe me t'i falë gjinaat, e para, shpresojmë tjetë kjo, ose e dyta, Allah në rujt, je për atyne që thëtë Allahu Azugjel, nesullahe fenesihum. E kanë harru Allahun Azugjel, e Allahu i ka harru ata. Je për atyne që korës të ka kujtu Allahu Azugjel. Tash provohet që është me jetu pa ndihmën e Allahu Azugjel. Provohet me jetu që është kur Allahu Azugjel nuk ndihman. Edhe njerë po thamë, shpresoj që këto sprova, këto lodhje, këto telashe, këto smundje, t'janë prej asana që Allahu po sprovon për me të ngrit në shkallë. Mirë po, grupi tjetër është që janë për atyne që e kanë harru Allahun, e Allahu Azugjel i kalan, nuk ju kanë ndihmu. Me fillu veç me shiu dënimin. E lusëm Allahun Azugjel me nabo prej muslimanve që shumë e kujtojmë Allahun Azugjel, kur jem në vështërsi edhe kur jem shlirë. Allah nabo prej atyne që përmanëm shpesh emrin Allahu Subhanahu wa Ta'ala.